Ende jemi në pritje kur po fillon Bigu i Kosovës dhe Bigu i Shqipërisë. Mora vesh që Big Brother VIP Kosova fillon në datën 10 nëntor 2025, pas pak ditësh, po ndërkohë aty kanë filluar protestat. Flitet se do kemi moderator sërish Alaudini dhe Unida Vokshin, opinionistu përfol Valdrin Saiti dhe Dalina Buzi, po më duket se nuk do tjetë asnjëri as tjetri. Sidoqoftë, para se filloi Bigu i Kosovës, kanë filluar protestat në dyert e Klan Kosovës. Është një personazh atje që i njohur në fillim si këngëtar dhe pas për shumë gjëra të tjera, që ka nisur dhe nxit protesta sepse thotë se patjetër duhet të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosovës. Për këtë do të flasim sot në Olti Curi TV në YouTube, por më kujtova që ky emër më ka shkruar dikur kur isha pjesë e Big Brother VIP Kosovës. Madje më çuditi mesazhi i tij se thonte jam gati të ofroj një vil për të qenë pjesë e Big Brother VIP Kosovës, ku ndërkohë çmimi para ty ishte 200.000 euro. Ndjekim siglën shpejt e shpejt. Pikërisht për këtë do të flasim sot. Ndërkohë që priten të filloj Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova, duket se do të jetë me 1 muaj më parë data e fillimit të Big Brother VIP Kosovës, dhe deri tani kam mësuar se do të jetë data 10 nëntor, që do të jetë data e nisjes së spektaklit të madh të reality show. Ndërkohë që është përfolur shumë për emrin e gazetares dhe producentes Dalina Buzi, si opinioniste femër në këtë reality show, por nuk është konfirmuar, me sa duket Dalina nuk ka vendosur deri në fund të thotë po. Po ndërkohë një tjetër emër që është përfolur, i kam miq të dy, por nuk kam komunikuar me asnjërin, duket se është edhe Valdrin Saiti, po ende nuk kemi asgjë zyrtare. Mirë pra, sa i përket emrave të VIP-ave që do të jenë në Big Brother VIP Kosova janë të shumë, listat paraprake janë përmendur, nuk janë përmendur, disa janë konfirmuar, disa jo, por ajo që na bën më shumë përshtypje këtë vit është që nuk fillohet me zhurmë rreth moderatorëve, rreth opinionistëve, rreth shtëpisë, sa madhe do jetë shtëpia, si do ndryshojë arkitektura, apo emrat, sepse i parapriu të gjithë këtyre lajmeve një lajm tjetër. Lajmi ishte për një protest, është këngëtari Labinot Rexha, i cili ka thirrur në rrjetet sociale, ka thirrur protesta në ndjekësit e tij. Është ai që ka kërkuar ndihmën e të gjithë dashamirësve të tij për të bërë bashkë dhe për shkuar në dyert e Klan Kosovës dhe për të protestuar. Madje kanë bërë edhe bluze që thot Big Brother VIP Kosova, thuaj po Labinotit. Mesazhi është që ai duhet të jetë patjetër pjesë e reality show Big Brother VIP Kosova. Është një fiksim i Labinot Rexhës që duhet të jetë patjetër pjesë e Big Brother VIP Kosovës. Ndërkohë që nuk kuptohet pse